Të dashur miq, se e dini historinë. Merrni bajonetën austriake dhe tundeni flamurin shqiptar. Pikërisht në Vjenë, një ambasador përkundrejt konventës së Vjenës, sepse është në shtetas austriak, fate vela i pela, siç e thonë në Vlorë elektricistit që ndezi dritat e ignorancës, madje edhe deputet, ambasador sot, pikërisht për ditën e festës së bekuar të abetares, me këngë sërbe feston, si për t'i thënë Ramës se misioni ynë antikombëtar vazhdon. Të pikëlluar ndjehen mjaft personalitete shqiptare të shkencave të ndryshme, madje edhe të artit, kulturës, profesorë, doktor, të cilët fatja rreth vetes nuk i shikon dot. Ai ishte i çmendur dhe ka frikë nga e vërteta.